Nisja e 15 ditësh të dytë të muajit korrik duket se po shënon një rritje të ndjeshme të numrit të pushuesve në Bregdetin e Vlorës. Pas një fillim sezoni me fluks të luhatshëm, ditët e fundit janë vënë re me shumë vizitor, si nga Shqipëria ashtu edhe nga vende të ndryshme të Europës, duke krijuar një atmosferë tipike të kulmit të sezonit turistik. Televizioni 6+1 Vlora zhvilloi këtë të mërkur një vëzhgim në plazhin e Radhimës, një prej zonave më të frekuentuara të Vlorës. Pamje tregojnë një numër më të madh pushuesish në Bregdet, ndërsa shezlongët dhe çadrat kanë nisur të mbushen që në orët e para të paradites. Familje, të rinj dhe turistë të huaj kanë zgjedhur të kalojnë ditën pranë detit, duke shfrytzuar motin e favorshëm si dhe temperaturat e larta. Në ndryshim nga javët e para të korrikut, kur fluksi ishte më i përqendruar gjatë fundjavave, tashmë vihet re një shtim i vizitorëve dhe gjatë ditëve të zakonshme të javës, hyrja në mesin e korrikut përkon tradicionalisht me nisjen e pushimeve verore për shumë familje, por edhe me ardhjen e turistëve që kanë planifikuar prej kohësh pushimet në Rivierën Shqiptare. Shumë struktura akomoduese raportojnë rritje të prenotimeve, veçanërisht nga turistët që vijnë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Italia, Polonia, Gjermania dhe vende të tjera europiane. Radhima mbetet një nga destinacionet më të preferuara për pushuesit, falë ujrave të pastra, afërsisë me qytetin e Vlorës, si dhe mundësive të shumta që ofron për akomodim, gastronomi dhe argëtim. Mesi muajit të korrik ka rritur edhe fluksin e qytetarëve, pushuesve vendase të huaj që po frekuentojnë Bregdetin e Vlorës. Bregdeti i Radhimës duket se po njen një fluks më të lartë krahasuar me 15 ditën e parë të muajit të korrik, ndërsa është duke u rritur edhe numri i qytetarëve të cilët po i drejtojnë Bregdetit, kjo nisur edhe nga marrja e pushimeve verore. Gjithsesi pritet të shikohet se si do të jetë trendi deri në fund të këtij muaji dhe fluksi më i madh parashikohet gjatë muajit gusht. Megjithatë, operatorët turistik, por edhe institucionet vendore kanë marrë masat në plazhet publike, ndërsa gjatë vëzhgimit realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, në të gjithë të vijën bregdetare të Radhimës vjet re një rritje e numrit të pushuesve apo frekuentuesve të plazheve gjatë kësaj dite. Megjithatë, krahas shtimit të numrit të turistëve, një sezon i suksesshëm nuk matet vetëm me numrin e vizitorëve, por edhe me cilësinë e shërbimit. Në këto kushte kërkohet që operatorët turistik të tregojnë të kujdesshëm me politikat e çmimeve, si dhe të mos krijojnë perceptimin e abuzimit, pasi kjo mund të dëmtojë imazhin e destinacionit. Transparenca në çmime, cilësia e shërbimeve, mikpritja dhe korrektesa ndaj pushuesve konsiderohen elemente kyç për rikthimin e turistëve edhe në vitet e ardhshme. Nëse ritmi i ardhjeve do të vazhdojë të rritet edhe gjatë javëve në vijim, pritshmëritë janë që fundi i korrikut dhe muaji gusht të jenë periudha me fluksin më të lartë të pushuesve në Bregdetin e Vlorës, duke i dhënë sezonit turistik një zhvillim më pozitiv se javët e para të verës.